Së Kryeministër, General Dimo, General Komandant Forcës Ajrore, Komandant Kuli, Koronel Drejtuesi i bazës. Këtu jemi në zonën e fazës së dytë të zhvillimit të bazës ajrore të Kuçovës, pasi u inaugurua dhe me mbështetjen e NATO-s. Puna ka vijuar në fakt për ndërtimin e objekteve të reja dhe aktualisht gjendemi në zonën e fortifikuar të depove të municionit, armatimit, raketave dhe bombave drejtuese të aviacionit, ku kemi akomoduar të gjitha municionet dhe bombat drejtuese që kanë ardhur së fundmi, së bashku me dronët kamikaz, në zbatime dhe të marrëveshjes me aleatin turk, nën koloneli Buçka. Nën koloneli drejton dhe skuadriljen e dronëve. Është depojon e armatimit të mjeteve pa pilot, sistemet të B2, gjithashtu kemi dhe sistemet e reja, të cilët janë në kohë fundit. Në qeveria turke, këto janë raketat të drejtuara të cilat vendosen në sistemet të B2, nëse një sistem avionit të B2 mban disa 4 në këto rakete, janë raketa drejtuara me lazer me precizon shumë të lartë. Pesha është 23 kg. Janë për goditjen e objektivave toksor dhe detar nëpërmjet ajrit. Skuadrilja e dronëve luftarak Kryeministër është tërvitur tashmë dhe është plotësisht operacionale dhe tashmë mund të fluturojnë dhe natën. Janë dhe duke zhvilluar edhe qitjet e para në fakt e objektivave toksor në mënyrë që të mund të jenë të mobilizueshëm dhe totalisht të ndërveprueshëm. Aktualisht rezultatet që kemi bërë simulimin në simulator, gjithashtu dhe gjatë trajnim që kemi në Talan Turke, në Turqi, kemi pasur suksese shumë të mira, kemi personel tepër të përgatitur, edhe vetëm përfundimtarja e orës. Teknikë elektronikë. Skydiving, tabletit, janë në 3 ujsh, 15 inç, 10 inç, që godet makina ose kamion të mesme. I vendosin një rakesë të poshtë, 2 kg, në varësi të madhësisë ka dhe peshën që i vendosin. Komandohet nga operatori me syzet në distancë të 10 km. Ta provoni? Kjo është të cilë. Policia si bëhet është. Vijojmë në zonën e dytë, ku sapo kanë përfunduar punimet e qendrës stërvitore, sapo kemi marrë në dorëzim veprën, si kundër edhe një demonstrim shumë të shkurtër në qendrën operacionaleve të dronëve Bayraktar, të cilët janë aktualisht në një mision për qëllime të agjencive civile që kanë kërkuar monitorimin nga ajri dhe pas disa misioneve qoftë me Ministrinë e Brendshme, me IKMT-n, sot ishin në luginën e Vjosës dhe janë aktualisht duke bërë një vëzhgim të territorit. Hajde. Aktualisht zonë në Ministrën jemi në zonën e Zvenecit, kemi të ndërtuar një fluturim stërvitor, lokalinë, për trajnim, gjithashtu jemi duke përdorur sistemin e gimbalit, kamerës. Shkëm ishullin e Zvenecit gjithësisht. Pozicion që kemi aty është piloti dronit, ose mjeti pa pilot, dhe këtu është pozicioni i operatorit ngarkesave. Operatori ngarkesave ka përgatitur kamerën dhe municionet. Piloti pilotës ka përgatitur drejtimin. Këtu ulet komandanti i misionit. Ky është mision civil tani sot. Sot është mision civil plus dhe trajnimi jonë që kemi në planë. Po, mision civil për... Kemi duke parë dhe të shkojnë kemi qënë të Vjosës.
Këto ishte për avioni dhe normalisht do kamera të këtë e mund. Bëni fokusim të qartë asaj. Avioni ndodhet në 5.000 metra lartësi. Është 5.000 metra lartësi tani? Po, 5.000 metra lartësi. Ta të një shtë cilë është një. Dhe është duke komanduar që këtu, në antenë që kemi ne, mbi hangarin tonë. Ne kemi kërë fluturime, kemi testuar në gjithë hapësirën e Shqipërisë, kemi flutuar të në ekstrem në veri, gjithashtu dhe në jug, dhe na kam funksionuar, sistem ka funksionuar shumë mirë, ka probleme, një vërtet të nashë në këtë sistem që kemi. Tani jemi në pritje të detyra që nga vinë në rënëkohen në karë. Jo? Fjeri. Dron tjetër? Jo, kjo është shënjeti. Po kamera ka aftësi të në kohë të qartë, po shumë të pasër, ka aftësi të shkojë deri në 40 km distancë. Nëse ne ngrihemi këtu në lartësi 5.000 metra, ne shikojmë qytetin e Vlorës. Është shumë e dobishme për Po të ka për imazhin një nga shumë afër. Kjo është imazhi Është që ka qartësi totale. shumë e pasur. Ishte me kamera termale, termike. Kjo shko qikë, kjo Kamera termike. I qojtë zuminat, zoom. do në këto punë për dhe ndjekje makinash. Ndjekje makinash, patrullim detar, patrullim të kufive. Nuk ka asë. I vë shenjën dhe... I vë shenjën, pilot, komandant misioni ka butonin aty, edhe lëshon ka kodet për kacet të lazerit, për kodet, e cila për kodet objektivin, do të jetë lazeri i njek me kodet që kemi futur armativ. Në rrasë nuk ka të njeka kode, nuk shpërterë, vetëm dëmtojtë si aerobomba. Sa afër mund të shkosh me pamjen? Shkalla me lartë e pamjes. Serviturë, sa afër shkon? Shkalla me lartë e pamjes është 1100. Këto, kjo, a? Dhe për përdërin dhe digitalizim, që është një shkallë tjetër. Do të kemi parasysh, zotë Ministër, që aktualisht kamera me objektivin është në 7 km distancë. Qartë, shkënduri, Digitalizimi që nuk përdërin, me 3 shkallë të ndryshme, dhe 3 shkallët e kamerës nga 1500, 1000 dhe në 600. Këtu tregohet pozicioni i avionit dhe koordinata, kurse aty është pozicioni i kësaj pikës ose kryqit që shkon aty ku shkonte. Edhe kështu monitorohen nga ndërtime pa leje, po. Zoti Kryeministër, këtu jemi në qendrën operacionale që ne 24 në 7 dhe monitorojmë territorin tonë, kryesisht për të kryer detyra jo operacionale në interes të instalacioneve ligjzbatuese. Pra, përveç patrullimit të kufirit, detar apo toksor, ne jemi në dispozicion për çdo detyrë që na kërkohet nga agjencitë e tjera ligjzbatuese. Ne kemi dhe Black Hawk sot edhe Cougar në demonstrim. Si është rikthyer operacionale 80% e flotës faktikisht helikopterëve është kthyer në operacionalitet të plot. Ne kemi ende disa mjete që shkojnë në riparim dhe rikthehen në javët në vijim. Kolla e pilotimit do vendoset në Vlorë, po duke ditur që bazë taktike e NATO si kjo nënkupton edhe ardhjen e shumë pilotëve aleat, instruktorëve, teknikëve të aviacionit, qoftë amerikanë, qoftë të aleatëve të tjerë, ishte absolutisht e nevojshme që të kishim një qendër si kjo, me klasa laboratore dhe akomodim, sikundër, në fakt baza taktike e Kuçovës nënkupton një personel për 350 personave të dislokuar në mënyrë permanente këtu, dhe jemi duke finalizuar dhe në qytetin Kuçovës ish shtëpinë e oficerëve, po e rehabilitojmë tërësisht në mënyrë që të qëndrojnë në kushte sa më komode i gjithë personeli dhe familjarët. Sa herë bëjmë një investim? Dhe janë këtu, dhe janë për të dislokuar në bazë, dhe që do rrinë këtu.
Një numër i kufizuar, pra që nga kontrolorët, nga rekurfaqet e kasme për tipet të ndryshme helikopterë. Se këtu do bëjmë trajnim në tipin helikopteri, ajo që ta zotërisë pak më parë, është trajnimi kandidatë do të duhet ta bëjmë në aeroportin e Florës, kështu të trajnimi për secilin gjip. Përdrimi i sosëm ka të bëjmë me përdrimet në tip për të kryer disa variante, kryesisht për tim shpëtimi apo për emergjencën civile pra në rastin të krisit natyrore. Është një pleqe e të gjithë dinamikës së bazës, për arsye se këtu nuk do të përgatisim pilot për variante të ndryshme të volumit të helikopterit, do të përgatisim inxhinierët e specialistët për zbulimin e lartë ose shërbimin nga rrobat gabim, do të përgatisim të gjithë kontrollorët, jo vetëm punës për trafik të aeror. Që ata që të shërbejnë kontrollorët, që do të përgatisim të shërbejnë edhe për kontrollorët të trafik të aeror, por të shërbejnë edhe për trafik të aeror për aeroportin e Antares. Klasat praktikisht Palestra në gjitha për Plazhmi timore është miratuar nga Najvoj, kemi të qarta të gjithë pjesë si hipotece. Po ajo poshtë atje Ajo është ish palestra e kohës shkuar. Dhe atë palestra do ta rivitalizojmë dhe ta kthejmë si në kohët